Ekziston kjo industria globale vetëndihmas, apo jo? E cila, si them, gjeneron miliarda çdo vit. Miliarda, po, është një treg i pafund. Fiks. Dhe e gjitha është ngritur mbi një dëshirë të vetme njerëzore, që është nevoja për të transformuar. Domethënë kemi libra pafund, seminare motivuese, aplikacione për të ndërtuar zakone të reja. Të gjitha premtojnë të njëjtën gjë. Eksakt. Të gjitha bazohen të supozimi që nëse një individ ka vullnetin e duhur dhe ndjek një strategji, ai thjesht mund të rishpik vetveten. Por, të jemi realist, statistika tregojnë një pamje krejt tjetër. Tërësisht tjetër, shumica e tyre rezolutave të vitit ri për shembull dështojnë brenda pak javësh. Brenda muajit parë zakonisht, sepse forca e vullnetit thjesht mbaron. Tani, sot, në këtë analizë të thellë, unë jam vërtet interesuar sepse kemi përpara disa shënime dhe tekste nga episodi 11 i programit Udha. Dhe këto burime ofrojnë një qasje... Një qasje krejt tjetër? Krejtësisht. Ato fokusohen te pendimi dhe te rilindja shpirtërore, si të vetmet mekanizma reale për atë që e quajnë një jetë e re në Krishtin. Domethënë, sugjerojnë se njeriu nuk ka nevojë për ca rregullime sipërfaqësore? Jo, as për taktikat e reja motivuese. Analiza nis fiks duke përmbysur këtë paradigmën e vetëndihmës, për cilën po flisnim. Kur lexojmë këto shënime, bie në sy ai refuzimi i prerë i idesë se njeriu përmirësohet duke shtuar rregulla. Ose disiplinë. Pikërisht, ose disiplinë. Tekstet e trajtojnë sistemin e vjetër operativ të njeriut si diçka aq të dëmtuar nga thelbi, saqë asnjë përditësim i thjesht nuk bën punë, nuk e shpëton dot. Pra, nuk flitet thjesht për të bërë njerëz pak më të mirë, apo jo? Absolutisht jo. Pritshmëria e këtyre shkrimeve nuk është të krijojnë ca qytetar me një moral pak më të rafinuar. Është një ftesë për diçka shumë më radikale. Flitet për një ndryshim total identiteti që nuk mbështetet te forca jote, bazohet te një ndërhyrje hyjnore. Në rregull, le ta zbërthejmë pak këtë sepse jam i mendimit që fjalë si pendim apo hir mbartin një bagazh të jashtëzakonshëm kulturor. Shumë, shpesh keq kuptohen tërësisht. Fiks. Përdoren kaq shumë saqë në një farë mënyre humbasin peshën e tyre. Kthehen thjesht në zhargon moral. Qëllimi ynë sot është ta zhveshim pak këtë fjalor, të kuptojmë saktësisht mekanikën. Domethënë, çfarë pretendohet në këto burime se ndodh vërtet gjatë këtij transformimi? Po, të shohim çfarë thon konkretisht tekstet. Dhe nga sa kuptoj nga thelbi i burimeve, gjithçka fillon nga një pikë nisjeje, që përcaktohet fiks si pendim. Por edhe këtu kemi një problem, mendoj unë. Çfarë problemi? Kuptimi popullor i fjalës. Domethënë, në psikologjinë moderne, pendimi shihet pothuajse vetëm si emocion. Një person bën një gabim, lëndon dikë, dhe pastaj ndjet keq. Eksakt. Përjeton atë barrën e fajit apo keqardhjen. Dhe mendësia e përgjithshme është që sa më keq të ndihet dikush, apo sa më shumë të qaj, aq më i penduar është. Dhe aty qëndron keq kuptimi më i madh, ngatrimi i emocionit me veprimin konkret. Analiza e teksteve thekson se ndjenja e fajit vetëm për veten është tërësisht statike. Autori shënimeve aty i kthehet origjinalitetit të fjalës, që nënkupton një ndryshim aktiv. Ndryshim drejtimi? Po, të mendjes dhe të drejtimit, jo thjesht të paralizohesh emocionalisht nga faji. Për shembull, përmendet vargu nga Veprat e Apostujve, kapitulli 3, vargu 19. Çfarë thot konkretisht? Thot, pendohuni pra dhe kthehuni që mëkatet tuaja të shlyhen. Vini re atë foljen e dytë, kthehuni. Ajo përcakton atë të parën. Është një lëvizje e mirëfillt, një largim nga rruga e vjetër. Dhe këtë shohim edhe te thirrja e Jezusit te Mateu 4:17. Pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër. Domethënë, nuk është ftesë për të ulur dhe për të reflektuar me trishtim. Fare. Është një urdhër për të ripozicionuar menjëherë. Nis nga thellësia e zemrës, ashtu siç thuhet te Psalmi 51, me atë krijon në mua një zemër të pastër, por ama duhet përkthyer në një trajektore krejt të re jetësore. Për ta bërë këtë pak më të prekshme, këtë dallimin mes fajit dhe ndryshimit të drejtimit, po mendoja një analogji. Mund ta krahasojmë me sistemin e navigimit, GPS-in e makinës. Kjo është interesante. Si funksionon? Imagjinoni një shofer që po ngjet makinën dhe papritur dëgjon atë njoftimin zanor të thatë nga aplikacioni, rilogaritje. Ai e kupton direkt që mori kthesën e gabuar.
Po, është ai momenti i stresit. Fiks. Në atë moment ai mund t'inatoset me veten, të stresohet pafund, të përjetoj keqardhje për kohën e humbur. Kjo gjendje emocionale, e gjitha kjo, është analoge me atë që ne i quajmë faj. Por makina vazhdon të ecë apo jo? Eksaktësisht. Pavarësisht sa keq ndihet shoferi, makina po ecë me shpejtësi në drejtim të gabuar, drejt një vendi ku ai nuk do të shkojë. Pendimi i vërtet, sipas asaj që përcaktojnë burimet tona, nuk është ky stresi këtu. Është momenti konkret kur ai shtyp frenat, kur rrotullon timonin dhe bën atë kthesën atë U-turn për t'u rikthyer në trajektoren e saktë. Shumë e drejtë, sepse ndryshimi i gjendjes emocionale nuk e ndryshon realitetin fizik nëse nuk e kthen timonin. Fiks, nëse nuk bëhet kthesa, faji nuk ka asnjë vlerë. Dhe kjo ngre atë pyetjen e rëndësishme sepse tekstet insistojnë aq shumë te ky veprim. Luka 13:3 përmendet pikërisht për këtë, nëse nuk pendoheni të gjithë do të humbni po ashtu. Nuk është thjesht një kërcënim ndëshkimi. Është thjesht logjike pastër, një rrugë e gabuar të çon në humbje. Sepse mbetesh jashtë rrugës së dur. E vërtet. Keqardhja pasive, pa të U-turn drejt Zotit nuk të shpëton, dhe burimet e theksojnë, mund të qash sa të duash për drejtimin tënd, por nëse këmbët ecin po aty, fati është i vulosur nga rruga, jo nga lotot e tu. Këtu gjërat bëhen me të vërtet interesante. Le të thellohemi pak sepse kjo krijon një terren shumë interesant. Patjetër, si vazhdon analogjia? Shoferi e bëri kthesën. Timoni u kthye. Drejtimi u korrigjua. Por çfarë siguron që ai të ketë karburantin apo mekanikën e duhur për ta vazhduar këtë rrugë pa u prishur prap? Dhe këtu burimet tona fusin konceptin e rilindjes shpirtërore. Japi një theks te Gjoni 3:3, ku thuhet se pa lindur përsëri, askush nuk sheh mbretërinë e Perëndis. Po, një nga vargjet më të thelbësore. Por ama, duke e parë pak me sy kritik, a mos vallë kjo fjala rilindje është thjesht metaforë, një zmadhim poetik, domethënë. Kur njerëzit thonë dua një jetë të re, zakonisht e kanë fjalën që do ndrojnë qytet ose profesion, ose nisin një dietë, nuk e di. Ose një abonim në palestër. Po, pra, a flasin këto tekste thjesht për një ndryshim sjelljeje apo ka diçka më të thellë, më ontologjike këtu? Kjo është thelbësore të kuptohet. Jam plotësisht e bindur që nuk është thjesht metaforë. Nëse do ishte thjesht një metaforë për vetëpërmirësim, jemi prapë te faza ku vullneti njerëzor dështon. Letra e 2 e Korintasve 5:17 e ndan shumë qartë. Thotë, nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Krijesë e re, jo thjesht një version i përmirësuar. Tamam. Gjërat e vjetra të nshkuar, thot vargu, të gjitha gjërat u bën të reja. Refuzohet ajo ideja e një përditësimi programi. Nuk po i vën fasho një kocke të thyer. Bëhet fjalë për një rikrijim themelor, një natyrë që nuk e kishe më parë. Një natyrë komplet e re, domethënë. Po, dhe duke ju kthyer Gjonit, vargu 3:5 specifikon lindjen nga uji dhe fryma. Kjo tregon që ky reboot i sistemit, ky motor i ri, nuk ndizet nga vetë njeriu. Nuk ka bateri të mjaftueshme për ta ndezur vetë. Fiks. Njeriu ka kapacitetin vetëm për atë kthesën që tham, pendimin, por natyrën e re, të pandotur, mund ta krijojë ekskluzivisht vepra e frymës së shenjtë. Ky është një dallim i jashtëzakonshëm, sepse praktikisht rrëzon komplet atë industrinë e motivuesve për të cilët folëm, të paktën për anën shpirtërore. Zgjidhja që paraqitet këtu bazohet fiks te fakti që njeriu është krejtësisht i paaft të rregullojë veten. Një sistem i prishur nuk rregullon dot një sistem të prishur. Fjalë me mend, nuk i përdor dot vegla të dëmtuara. Ndaj duhet ky injektim i një hardware-i krejtërisht shpirtëror në një farë mënyre. Por kjo më sjellte një lloj konflikti logjik kur lexoja burimet. Çfarë konflikti? Po ja, nëse e gjitha kjo është një transformimin binatyrshëm që bëhet nga Zoti, nga fryma e shenjtë, pse tekstet pastaj kërkojnë evidenca të jashtme? Për shembull, lexojmë tek Efesianëve 4:22, ku flitet për zhveshjen e njeriu të vjetër dhe veshjen e të riut. Apo te Mateu 3:8, ku urdhërohet të sillen fryte të denja për pendim. Po, i shoh si vargje. A nuk duket kjo si kontradikcion? Do me thënë, nga njëra anë të thonë, je i lirë, të është falur kjo natyrë e re, sepse nuk e bëje dot vetë. Nga ana tjetër t'japin prap një listë detyrash ku duhet prodhosh këto fryte për të vërtetuar që je rilindur. Kuptoj.
ky është një tension shumë i vjetër teologjik, por mënyra se si e trajtojnë burimet tona është magjepse dhe shumë koherente. Koncepti i fryteve te Mateu është genial, pikërisht sepse flet me gjuhën e biologjisë të natyrës. Si kështu? Mendo pak për një pemë molle. Pema e mollës nuk zgjohet në mëngjes e stresuar duke menduar o bobo së duhet të performoj si pemë molle. Nuk ka ankth performance. Nuk ka, ajo nuk lexon manuale se si prodhohet molla e kuqe, nuk mundohet të prodhojë mollë plastike thjesht për të dukur si diçka që nuk është. Pema thjesht jeton dhe për shkak të natyrës së saj organike, si pasojë biologjike nxjerr mollë. Standardi moral këtu nuk është kusht për të pranuar, është tregues organik i jetës së re. Ai praktikisht po i ngjit mollë plastike një pemë të thatë. E vërtet, dhe ai ngjitsi nuk do mbaj gjatë. Fiks. Për ca kohë duket bukur, por pastaj era e parë do i rrëzojë ato mollë, sepse rrënja poshtë është tjetër gjë. Por nëse rilindja i jep njeriu një natyrë vërtet të re, e mira buron natyrshëm, nuk është detyrim bytës. Pikërisht, dëshira për të bërë mirë vjen nga brenda. Atëherë fruti ose veprimi i mirë, durimi, ndryshimi i karakterit nuk është ajo monedha me të cilën ti po blen shpëtimin apo këtë rilindjen. Është thjesht fatura që tregon se kjo gjë tashmë është paguar dhe ka ndodhur. Më duket se kjo ja heq atë stresin psikologjik moralit performativ. Po, ja heq plotësisht. Dhe ky eliminimi i ankthit trajtohet në mënyrë shumë eksplicite, sidomos kur flasim për ekuilibrin mes hirit dhe përgjegjësisë. Le të kthehemi prapë tek Efesianëve 2:8. Aty fshihet çdo ide që statusi mund të blihet. Si ishte vargu? Sepse nga hiri jeni shpëtuar dhe kjo nuk vjen nga ju, është dhurata e Perëndis. Vetë fjala dhurat nuk ka kuptim nëse e duhet ta fitosh apo ta meritosh me punë. Sigurisht, përndryshe është rrog, është pag. Eksakt. Por shënimet ofrojnë edhe anën tjetër të monedhës, e cila është shumë jetike. Te Luka 9:23, Jezusi thotë që kush e ndjek duhet të marrë kryqin e vet çdo ditë. Frekuenca kohove këtu ka shumë rëndësi, çdo ditë. Do me thënë, dhurata është dhënë, por kërkon një angazhim ditor. Po, jetesa me këtë identitet kërkon atë ritmin e përditshëm. Është një lloj paradoksi në dukje. Je plotësisht i lirë nga hiri, por ke një përgjegjësi të vazhdueshme. Është vërtet pak, si të them, paradoksale. Ky raporti mes gjithçka është paguar dhe duhet të bësh një përpjekje çdo ditë. Për ta sjellë këtë në një gjuhë pak më bashkohore, po mendoja për skenarin e një palestre, një qendër trajnimi nga këto super të shtrenjtat. Që shumica nuk i përballon dot. Fiks. Imagjinoj një individ që s'ka asnjë mundësi financiare, por dikush, një bamirës, i jep një abonim të përjetshëm dhe pa kushte. Vlera është marramense. Hyrja e tij është e garantuar vetëm prej kësaj dhurate. Ky abonim është praktikisht hiri që përmendin tekstet. Shumë e qartë si pamja. Po kryqi i përditshëm ku hyn këto? Ja, abonimi u fitua, nuk ka merit, por trupi nuk zhvillohet nëse ai person rishtrir në divan në shtëpi. Për të përfituar nga kjo dhuratë, ai duhet marrë atë vendimin e vetëdijshëm, çdo mëngjes të zgjohet dhe të shkojë atje, të përdor pajisjet. Hiri i hoqi atë koston e pa mas të hyrjes, që s'do e paguante dot kurrë. Kurse marrja e kryqit për ditë është thjesht ecja e përditshme brenda asaj hapësire që është hapur. Kjo përputhet në mënyrë të përkryer me idenë te Luka, sepse shpesh kur njerëzit dëgjojnë shprehjen të marrësh kryqin çdo ditë, e mendojnë si diçka dramatike, si një martirizim fizik ose një tragjedi që duhet ta presin. Po, tingëllon e rënd. Tingëllon. Por në kontekstin e atyre burimeve që po analizojmë, i referohet një nënshtrimi të përditshëm të vullnetit. Sepse, kur individi zgjohet në mëngjes, ai sistemi i vjetër e referencës që folëm, kërkon të marrë prap kontrollin. Të tërheq prap. Gjithmonë. Ndaj, zgjedhja për të dëgjuar natyrën e re, kërkon atë vendimarrjen e përditshme. Është ai riangazhimi me kthesën U-turn. Rilindja është akt, ndodh. Kurse rrugtimi është si ai personi që shkon në palestër çdo ditë. Formon një identitet solid, jo diçka kalimtare. Është një ekuilibër shumë i mirë. Është ekuilibër që shmang dy ekstreme. Nuk të lejon as të biesh në letargji se ka kërkesë ditor, por s'të la as të kesh hankth, sepse llogaria baze, ajo që nuk paguanim dot. Po, ajo thuhet se është paguar plotësisht nga hiri. Dgjoj, në këtë pikë të zbërthimit ton, i gjithë ky mekanizëm që burimet trajtojnë,
po merr një formë jashtëzakonisht koherente. Për ta përmbledhur pak thelbin e gjithë këtij materiali të programit Udha, njeriu është në një trajektore të gabuar. E provon që s'mund ta rregullojë vetveten as me psikologjia as me vullnet. Dhe aty kupton nevojën për diçka tjetër. Për atë kthesën rrënjësore që e quajnë pendim. Dhe me këtë kthes nuk merr thjesht një udhëzim të ri, por pajiset me një natyrë të re, një zemër të re përmes frymës. E kaluara fshihet, pastrohet. Dhe jo prej arritjeve të tua. Fare, kjo theksohet qartë që s'ka të bëjë me forcën vullnetare të atij njeriu. Rezultati pastaj është një jetë ku këto vlerat shfaqen si rrjedhoje natyrshme. Dhe fuqia e kësaj strukture është e madhe. Edhe nëse e analizon nga ana filozofike e zhvillimit, integron dy koncepte që duken kundërshtare: pranimi pa kushte nga njëra anë dhe përgjegjësia aktive nga ana tjetër. I jep individit një mburojë nga faji i shkuarës. Çfarëdo që kesh bër, u tërni dhe hiri e fshin. Por nuk të lë pasiv. Nuk të lë. Përkundrazi, të jep atë lirinë psikologjike që të jesh aktiv, pa frikën e refuzimit. Këtë lloj lirie nuk ta ofron dot asnjë kornizë tjetër strikte shoqërore. Dhe pikërisht ky reflekson mbi këtë zgjedhje të përditshme dhe lirinë nga faji, më bën të mendoj diçka në mbyllje. Për mënyrën se si ne zakonisht e trajtojmë dështimin. Si ta trajtojmë? Domethënë, nëse kjo rrugë e re kërkon që ai vendim të merret përdit, të ringrihesh çdo mëngjes, atëherë a nuk i bie që çfarëdo dështimi apo fitorie që patë dije nuk e dikton dot të sotmen? Shumë e vërtet. Të bën të mendosh se si do ishte jeta e dikujt që zgjohet nesër në mëngjes me mendimin se kjo makina e ekzistencës ka gjithmonë atë butonin e rillogaritjes. Një mundësi gjithmonë të hapur. Eksakt. Çdo ditë ka mundësinë një drejtimi të ri. Për sa kohë ajo kthesa është një opsion i vlefshëm aty, praktikisht asgjë nuk është e humbur përfundimisht. Ishte vërtet një kënaqësi zhveshja dhe shqyrtimi kaq i thellë i këtyre teksteve sot. Ishte një privilegj dhe një diskutim shumë fërdhënës. Definitivisht, është një mundësi e shkëlqyer për t'i parë këto koncepte të lashta me një sy tjetër. Shpresojmë që ky diskutim të nxjisë kureshtjen për të mos u mjaftuar me sipërfaqen e fjalëve. Deri në analizën tonë të radhë.